Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Djali la gruan se ishte dembele dhe epist. Djali im, Mario, që fëmi kishte shumë ambicie në çdo gjë që bënte, nga shkolla deri te sportet. Ishte një tipar që e admiroja dhe e inkurajoja. Megjithatë, ndërsa rritej, vendosmëria e tij ndonjëherë kthehej në një ashpërsi që më shqetësonte. Mario u martua me Lizën që në kolegj. Ajo ishte pa aq ambicioze dhe inteligjente, kështu që ata u lidhen shumë shpejt me interesat e përbashkët dhe personalitetet e ngjashme. Pas diplomimit, ata ndërtuan karriera të suksesshme dhe patën një marrëdhënie përgjithsisht të qetë. Por gjithçka ndryshoi 6 muaj pasi lindi fëmia i tyre. Lindja ishte shumë e vështirë, kështu që Liza vendosi të linte punën dhe të mos kthehej pas pushimit të Leonis. Ajo donte të shërojë dhe të kalonte më shumë kohë me fëmijën. Mario filloi të kritikonte Lizën për gjëra të vogla. Shtëpia nuk ishte e pastër, darka nuk ishte gati në kohë. Ai vinte në shtëpi dhe e gjente atë duke bërë një sy gjumë ose duke parë televizor dhe kjo e zemëronte. Kur nuk i shikonte netët e saj pa gjumë, vëmendjen e vazhdueshme që kërkonte foshnja apo punët e pafundme që ajo menaxhonte gjatë ditës. Ai shihte vetëm atë që e perceptonte si dembelizëm. Djali im ndaloi së ndihmuari me punët e shtëpisë duke argumentuar se nëse Liza nuk punonte, ajo kishte mjaftueshëm kohë për të përballuar gjithçka vetë dhe ai ishte shumë i lodhur nga puna për të bërë ndonjë gjë tjetër në shtëpi. Kur tensioni mes tyre arriti kulmin, ata vendosën të divorcoheshin. Pas ndarjes, Mario erdhi të jetojë me mua. Unë ndjeva shumë e trishtuar duke parë gjithçka që ndodhi. Gjithmonë jam përpjekur t'i mësoj Marios për respektin dhe ndjeshmërinë, por ai dukej se i kishte haruar këto vlera. Atëherë kuptova se ishte koha për një mësim që nuk do ta harronte kurrë. Vendosa t'i bëja Lizës një dhuratë. I prenotova pushime një javore me premtimin se për vajzën do kujdesesha unë. Gjatë darkës i thash djalit tim se Liza do t'ikte për një javë dhe i dhash një copë letër me një listë detyrash. Ishte një orar i gjithçkaje që Liza bënte në një ditë të vetme. Zgjoi në orën 6 të mëngjesit, përgatiste mëngjesin, lante, vishte, ushqente fëmijën, pastronte shtëpinë, bënte pazaret ushqimore, lavanderin, gatimin dhe detyrat të tjera të panumërta. Mario pa listën, shpreha e tij e fytyrës po ndryshonte ngadalë nga konfuzioni në kuptueshmëri. Duaj që të kujdesesh për fëmijën dhe të menaxhosh shtëpinë për një javë ashtu siç ka bërë Liza, i thash me qetësi. Asnjë ndihmë nga askush, unë do ndërhyj vetëm nëse ke shumë ngarkesë. Ti duhet të kuptosh se çfarë bënte ajo për ditë. Në vetëm pak ditë shtëpia u shndërrua në një fatkeqësi. Me ngurim, Mario ra dakord. Dita e parë ishte një tmerr. Fjeti shumë, u ngrit më vonë se ç'duhej, u përpoq të bënte gati foshnjën, dogji mëngjesin dhe në mesditë shtëpia ishte rrëmuj. Në ditën e tretë ai ishte i raskapitur. Nuk po e mbante dot ritmin që fëmia kërkonte. Punët e shtëpisë jo. Në fund të javës Mario ishte një njeri i ndryshuar. Ul me mua me lot në sy më tha: "Mami, nuk e kisha iden. Mendova se ajo ishte dembele, por ajo po punonte më shumë nga sa kishte punuar ndonjëherë. E mora se të mërqen dhe tani e kam humbur gjithçka." E përqafova djalin tim duke ndier një përzierje krenarie dhe trishtimi. Nuk është vonë për t'i rregulluar gjërat, Mario. Ti duhet të kërkosh falje dhe t'i tregosh asaj se e kupton. Tregoj asaj se ke ndryshuar. Mario e mori për zemër këshillën time, ju afrua Lizës, duke i shprehur faljen e tij më të thellë dhe duke pranuar gabimet. Nuk ishte e lehtë dhe u desh kohë, por në fund Liza pas sinqeriteti në përpjekjet e tij. Ata vendosën të përpiqen edhe një herë në lidhjen e tyre për hir të vajzës. Mario mori një mësim që nuk do ta harroj kurrë, të paktën kështu shpresoi.